Ndoshta ditët që do të pasojnë deri të shtunën, kur kryeministri Sali Berisha dhe kryetari socialist Edi Rama do të ulen në tryezën e presidentit Bamir Topi, do të jenë me tone më të zbutura mes palëve. Të paktën deklaratat e sotme, të cilat vlerësonin vendimin e djeshëm të kreut të shtetit, ishin në këtë frymë, ndonse në tonë nuk kishte sinjale tërheqje nga pozicionet e drejtanishme. Si një ndër protagonistët e kësaj tryeze, Partia Demokratike është e vendosur që të japë gjithë kontributin e saj në përputhje me rregullat e shtetit ligjor, rezolutën e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, si dhe raportin e OSBE-Odirit për zgjedhjet e fundit në Shqipëri. Gjithmonë në funksion të këtij qëllimi vullnetmir, ne qëndrojmë plotësisht respektimit dhe mbështetjes së plotë të dokumenteve të mësipërme. Kryetari socialiste cilësoi vendimin e presidentit si një progres në përpjekjen për zgjidhjen e krizës, duke nënvizuar megjithatë se hetimi i zgjedhjeve nuk mund të bëhet pa hapjen e kutive. Hapja e kutive është një kusht i patjetërsueshëm për të pasur një hetim të plotë dhe për të garantuar një transparencë të gjithë procesit zgjedhor në funksion të kushtetutës dhe të ligjit, duke zbërthyer të gjithë elementët që përbëjnë procesin. Nga ana e tij, presidenti Bamir Topi ka vijuar dhe sot kontaktet me përfaqësues ndërkombëtar, ndërsa pritin në zyrën e tij ambasadorin gjerman. Ajo që mbetet e paqartë është mënyra se si do të zhvillohen bisedimet, nëse nga ana e presidentit do të paraqitet apo jo paraprakisht një propozim kompromisi, apo gjithçka do të lihet tryezës së shtunës. Një gjë është e qartë, se vështirë që zgjidhja të jetë e shpejtë, ajo mund të kërkojë ditë dhe bisedime të mëtejshme, ndoshta edhe një pritje të ardhjes nga Strasburgu të misionit të Këshillit të Evropës. Duket se të paktën kryetari socialist Edi Rama beson më tepër te një ndikim nga jashtë. Ai nesër do të niset për në Strasburg për të takuar përfaqësuesit e SMA-s europiane, për të konsultuar, por dhe për të kërkuar një mbështetje më shumë. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.